Aprisha gjën ngjyrën e flokëve. Do vesh të bluzën që mos bëj pis bluzat e tjera. Këto janë flokët sot. Janë shumë të hapura. Do mos kur krahasoj që kam pasur flokët e zeza. Do provoj t'i bëj me këtë balsamin me ngjyrë që është gri dhe të bëj anës nuk e kam idenë se si mund të dalin, mund të dalin dhe shumë të zeza. Ideja është thjesht të gjej diçka që është e lehtë për të përdorur që të rifreskojnë ngjyrën her pas here. Dhe këto maskat me ngjyrë ta hidratojnë flokun, nuk ta dëmtojnë atë shumë sa boja. Të lis sapit kam pas përdorur një bojë gri. Dhe tani kam ndryshuar edhe pak formula, prandaj nuk jam shumë e sigurt se si mund të jetë, sepse kjo nuk është komplet gri, por ka një lloj nuance si lejlak. Si fillim bëjmë vetëm këtë pjesën këtu poshtë, shohim se si del, pastaj lym të gjithë flokun. Zakonisht to zjasen dhe shumë si produkte, ke shumë sasi në një produkt si ky. Kjo video nuk është sponsored by the way. Dhe është një great way për të lyer flokët që mos të dëmtohen shumë. Kjo përdoret në flokë të lagur, prandaj ti lag pak të flokët dhe errta. Me dorash ka siguri sepse nuk dua të bëj pistojnë të pjesën poshtë. Po, të bëj një testim, pastaj vim tamam. Kaq. Tu thot për flokë të dekoloruara, du ta lësh 10 minuta. Te fija që testova flokun nuk më kishte marrë shumë ngjyrë, prandaj kur lyva të gjithë flokun e mbajta 20 minuta. Dhe siç mund ta shikoni, jam bërë shumë pis. Flokun e lava me shampo 2 herë, pastaj vendosa këtë balsamin me ngjyrë dhe kështu dolën. Okej, nuk janë keq se gjithsesi ngjyra do hapet, se floku im shkarkon shumë, sidomos nga që është i gjithë nga këtu deri këtu i dekoloruar. Ndërkohë mendoja se do më shkonte një ngjyrë pak fare më errët dhe më e ftohtë. Pasi ti laj flokun 2 herë që të shkarkoj shumë, do jetë akoma më mirë. Po të paktën e hoqa fiksimin dhe di që flokët pak më të hapura më shkojnë më shumë. Gjithsesi më thoni si ju duken juve dhe çfarë mendoni se më shkon mua më shumë. Mbasi të shkarkoj ky balsami, kam edhe një balsam tjetër që është kap e errët, po nuk përdor atë si fillim se kisha frikë se mos më dilnin shumë të kuqe. Ta të shkarkoj kjo për një javë dhe gjys. Do provojmë bashkë të bëjmë flokët me kafe të errët. Prandaj më bëni follow që mos ta humbisni.